Një nga rrugët e dëmtuara nga rreshjet e shirave të këtij fillim viti ishte edhe ajo e fshatit Tushtelens, pak kilometra larg qytetit të Peshkopis. Rreshjet e vazhdueshme dëmtuan traseën e kësaj rruge në një distancë të konsiderueshme. Gjithashtu rrezikuan edhe disa banesa për shkak të rrëshqitjes së tokës. Por prej ditësh Bashkia e Dibrës ka ndërhyrë duke ndërtuar murin mbrojtëse në mënyrë që qarkullimi i automjeteve të rikthehet në normalitet dhe të shmanget dëmet të mëtejshme. Zëvendës kryetari i Bashkisë Dibër, Lorenz Sibaku, tha se me ndërhyrjen e bërë ditët e fundit, shmanget dëmet të mëdha në këtë rrugë, e cila pësoi dëmtime të shumta si pasojë rrëshqitjes së tokës nga rreshjet e mëdha të shiut të rëna në dhjetor të vitit të kaluar e janar të këtij viti. Si rezultati i rreshjeve pasive të shirave, kemi pas dëmtime të dy segmenteve të rrugës të fshatit të Ushtelens, një në hyrje të fshatit të Ushtelens dhe një në dalje të fshatit të Ushtelens. Të dyja këto janë, rrëshqitje masive të skarpatave të dheut dhe një shembje të rrugës në hyrje të fshatit. Bashkia Dibër mori masat me njëhershme për ndërhyrje në këto dy segmente, duke i miratuar ato në Këshillin Bashkiak, për të dyja, dhe pjesën e parë të segmentit të rrugës po bëhet me forcat e mjetet e Bashkisë Dibër e mjetet e shërbimeve publike. Ndërsa përsa i përket skarpatave në dalje të fshatit, ato janë me një firmë kontraktuale e cila po bën punime dhe është gati në përfundim. Edhe në rrugët e tjera të cilat pësuan dëmtime nga rreshjet e shirave ka nisur puna për t'i kthyer në normalitet të plotë.